me pengesat, blokadat dhe bashkëpunimin me listën serbo-shqipfolse, organ paralel zyrtari i Serbisë në territorin e Kosovës, po tentoni ta riktheni gjendje në kohën e Radojqiqëve, Veselonivishëve dhe bllokimit të rrugëve përmes barikadave duke ndërtuar rrugë dhe ligje të reja në një mini shtet brenda një shteti sovran. Liria dhe pavarësia e të cilit u kustoi me jetët e shumë të rinjve e të rejave për të jetuar në liri me sovranitet të plot në tërë territorin e tij, sipas sjelljeve të opozitës së bashkuar dhe obligimeve që ka marrë nga lista serbo-shqipfolse me kusht që t'ua garantoi pushtetin përmes koalicionit të përbashkët si forcë për ta rrëzuar Albin Kurtin, slogani i njëjtë me atë të shtetit armik Serbisë. Kjo thjesht mund të karakterizohet si tradhtim me kosto të lartë ndaj popullit dhe atë dheut, ka theksuar Shala. Po ashtu ai ka thënë se është tentuar largimi i Kurtit nga pushteti, madje duke lobuar edhe në Europë e Amerikë. Keni tentuar që përmes propagandës së sponsorizuar nga fqinjë ynë dhe bashkëpunëtorët e tij oligark vendor që janë betuar se tërë pasurinë do ta shkrinë vetëm që Kurti të largohet nga posti i kryeministrit, madje duke lobuar edhe në Europë e Amerikë ta rrëzojnë atë. Por po harrojnë se Albin Kurti nuk është i korruptuar e as i shantazhuar, është i pastër, i dijshëm dhe i guximshëm. Prandaj, të dy kontinentet që i cekët nuk mund ta largojnë atë në mënyrë arbitrare sepse ai ka njohuri, dije dhe guxim, nuk heziton t'ua thotë troç mendimin dhe të vërtetën. Nëse hyjnë në dialog me të, do të befasohen me superinteligencën, kujtesën dhe njohuritë e përgjithshme rreth situatës gjeopolitike dhe rrethanave diplomatike, edhe atëherë kur ato janë të ngërthyera me interesat e superfuqive të miqve dhe armiqve të Kosovës, ka thënë Shala për Bota Sot. Me sjelljet e tij gjatë qeverisjes së vendit, duke mos rënë në kurthe të kujdisura, përhapet sjellja dhe shembullja dhe dashurisë edhe në shtetin Nam. Në Mitrovicën e Veriut, të cilët duke vepruar me integritet dhe seriozitet fituan në përkrahje duke u zgjedhur në vende kyçe në zgjedhjet lokale, duke larguar ata që ishin në kumbari me pushtetin Slavo-Maqedonas për 20 vjet e që nuk bën kurfar ndryshimi në avancimin e çështjeve me interes kombëtar. Me qëndrimet e tij stoike të palëkundura politike shtetërore, lyrisht mund të thuhet se e rrëzoi edhe Vučićin nga pushteti, ndërsa as Edvin Kristaj Rama nuk e ka larg, sepse degët e lisit të kalbur të narkopushtetit po bie thuajse për ditë pikërisht ashtu si ato të mikut dhe vëllaut të tij siamez Aleksandar Vučić, gebelsi të Miloševićit. Vrasjet e atentatet pothuajse të përjavshme si rezultati i avancimit të industrisë së drogës si ekonomi primare, ngjashëm me vendet e njohura të Amerikës Latine si Kolumbia, Honduras, Venezuela e tjerë, janë simptoma se shteti shqiptar ka marrë primatin në këtë industri, posaçërisht në shpërndarjen e këtij biznesi të rrezikshëm, ka theksuar ai. Tutje, Shala ka hedhur akuza ndaj opozitës PDK, LDK, AAK, duke thënë se e njëjta është para kolapsit për shkak të bashkëpunimit të saj të ngushtë me listën serbe. Opozita është para kolapsit sepse së pari ka hyrë në aranzham të ngushtë me listën serbo-shqipfolse, aparat shtetëror i Serbisë, logjikës së Miloševićit dhe të ministrit të tij të informatave gjatë viteve 99 gjatë spastrimit etnik Aleksandar Vučić. Siç thash, po ja rrehin Teneqen, vetëm pritet dita e largimit të tij. Opozita fatkeqësisht për vete dhe Dardanine ka planuar shantazhin politik nga Serbia si kusht që ajo përmes listës serbo-shqipfolse të asiguroj pushtetin t'i amnistoj nga të bëmat hajduto-kriminale, të evidentoj konfiskimin e pasurisë milionashe, duke tentuar të krijojë gjendje kaotike, bile edhe deri te një reagim masiv gjithë qytetar. Obligimet politike i kanë thurur qysh në vitet 2013-2015 që lënë të nënkuptohet se Kosova po e përgatitet coptimi të 17% të territorit më të vlefshëm, duke asiguruar Serbisë në pjesën veriore Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, të cilin tha që me kompaninë e tij politike e planoi për ta forcuar pushtetin dhe njëherësh për të fshehur bomat për të cilat akuzohet ka shtuar publicisti shqiptar-amerikan. E gjithë kjo, sipas tij, u bë me ndihmën e Serbisë, pasi i dolën hakut përmes të gjitha koncesioneve të miratuara në favor të saj. Prandaj, sloganet e përbashkëta se me Albinin nuk ka marrëveshje dhe Albini është pengesa kryesore, narracion që disa qarqe shqiptare në SBA tentuan ta depërtojnë
në disa organe jo formale për t'i formalizuar, kam dështuar, sepse ai mbron interesat e shtetit dhe popullit i cili lirin e fitoi me çmim të lartë për të jetuar në paqe në shtetin e vet, pa kur farë tutori nga fqinji që deshi ta shfaroste të tërin, budallallëshi politike të udhëheqësve partjak, nga nostalgjia për të jetuar në diktate e pabesueshme ndonse e papranueshme, kërkojnë rikthimin e gjendjes në pikën zero në veriun më në fund të çliruar. Kjo është e barabartë me vetvrasje kolektive politike, shtetërore, demokratike, institucionale, ka theksuar ai. Shala e konsideron të habitshme faktin se nuk ka reagim të intelektualëve dhe akademisë së shkencave dhe arteve të Kosovës ndaj këtyre që po duan ta kthejnë çdo gjë në pikën e mëparshme kaotike në Mitrovic, dhe për habi nuk reagojnë intelektualët, Asha e Kosovës, kolegët, profesorët universitarë dhe shoqëria civile ndaj idiotëve që përmes retrogradizmit, kthimit në një gjendje të mëparshme kaotike, synojnë që të sundojnë grupet kriminalo-terroriste dhe ta nështrojnë vendin edhe njëherë në thundrën fashiste serbe. Tani, opozita bashkuar refuzon të themelojë qeverinë kalimtare për t'u shmangur dy palë zgjedhjeve për të mundësuar pagesat punëtorëve. Sot demonstruan punëtorë të RTK-s, pensionistët e tjerë, sepse kjo opozit milionëshe nuk e ndan fatin e popullit. Ata përmes hajnis në kurriz të popullit e kanë jetën e tyre dhe të pasardhësve të sigurt. Këta luten sipas asaj, bëre zot lug e ne do të mbetemi në harres. Opozita pas kësaj, o disa jedese të turpshme, të dëmshme dhe të rrezikshme prap nuk e ndryshojnë qëndrimin për t'i zhbllokuar institucionet me theks të veçantë, ato financiare. Populli kur nuk do t'u harrojë, do t'u hakmerret në mënyrë më të ashpër përmes votës, ka përfunduar ndër të tjera ai.